Detyrë numerike. Me 4 nëntor të vitit 2014. Qëllimisht po e shkruajmë këtë datë për të shpresuar se në kohën kur ju do të dëgjoni këtë detyrë numerike, së paku të keni rrymë elektrike, nga se këtë po e bëjmë pa korrent elektrik apo pa rrymë elektrike. Detyra të cilën do ta zgjidhim është me këtë tekst. Njehso energjinë potenciale të trupit me peshë 500 Newton, i cili gjendet në lartësinë prej 30 metrave. Të dhënat e kësaj detyre janë: pesha e trupit G e barabartë me 500 Newtona dhe lartësia e trupit që shënohet me H është 30 metra. Kërkohet të njehsojmë energjinë potenciale të cilën do ta shkruajmë pikpyetje. Pra, është dhënë pesha e trupit prej 500 Newtonave, që është dhënë në njësi ndërkombëtare, Newton, dhe gjithashtu lartësia 30 metra, që metri është në njësi ndërkombëtare. Për të llogaritë energjinë potenciale, ne kemi mësu formulën EP e barabartë me masa here nxitimi rëndësisë së tokës here lartësia. Por dim se pesha e trupit është prodhim i masës dhe nxitimit të rëndësisë së tokës. Në qoftë se këtë formulë të peshës e bartin në formulën e energjisë potenciale, atëherë do të fitojmë një formulë për energjinë potenciale që në vend të masës herë nxitimit të rëndësisë së tokës, do të kemi peshën e trupit here lartësia H. Ne dimë se njësia ndërkombëtare e energjisë potenciale është gjauli, që kur të shumëzohet njësia ndërkombëtare e peshës dhe njësia ndërkombëtare e lartësisë, njësia do të del gjaul. Njësia ndërkombëtare e peshës është Newtoni, here njësia ndërkombëtare e lartësisë është metri. Newton here metër është gjaul. Tani do të vazhdojmë me zgjidhjen e detyrës, me qenë se formula është vërtetuar se është mirë, pra përdorëm një formulë për energjinë potenciale, të cilën sapo e fituam, pesha e trupit here lartësia e tij. Pesha e trupit është 500 Newtona, here lartësia e trupit është 30 metra, barazi 5 herë 3 15, 2 zero të numrit 500 dhe 1 zero të numrit 30, i shtojmë gjithsejt 3 zero, Newton herë metër gjaul, pra 15.000 gjaula ose 15 kilo gjaula. Pra energjia potenciale e trupit me peshë 500 Newton, kur ai gjendet në lartësinë 30 metra, është 15 kilo gjaula. Detyrë numerike për energjinë potenciale. Teksti i kësaj detyrës është si në vijim: sa është masa e trupit i cili në lartësinë 7 metra ka energjinë potenciale 140 gjaula. Të dhënat e kësaj detyre janë: lartësia në të cilën gjendet trupi është 7 metra dhe energjia potenciale është 140 gjaula. Kërkohet masa e trupit. Ne do t'i kontrollojmë të dhënat. Lartësia është dhënë në metra dhe energjia potenciale në gjaula, gjë që të dhënat janë në rregull. Kemi mësuar se energjia potenciale është e barabartë me prodhimin e masës, nxitimin e rëndësisë së tokës dhe lartësisë. Këtë formulë kemi vërtetuar, por do ta vërtetojmë edhe një herë,
Njësia ndërkombëtare e masës është kilogrami, njësia ndërkombëtare e nxetimit të rëndësisë së tokës është metër për sekond katror dhe njësia ndërkombëtare e lartësisë është metër. Kilogram herë metër për sekond katror është newton herë metër dhe newton herë metër është joule. Me këtë formulë ne llogaritim energjinë potenciale, ndërkaq në këtë rast ne duhet të gjejmë formulën e masës. Atëherë, nga formula e energjisë potenciale që shkruam prodhimin e masës, nxetimit dhe lartësisë, do të gjejmë formulën e masës. Për të gjetur formulën e masës, na pengon nxitimi i rëndësisë së tokës dhe lartësia. Kështu që këtë formulë do ta pjesëtojmë me nxitim dhe lartësi. Prandaj, energjia potenciale në vend të pjesëtimit mund të qesim fyesën, sepse fyesa zaventëson pjesëtimin. Energjia potenciale fyë për nxitimin dhe lartësinë, barazi, vija thesore, masa herë nxitimi herë lartësia fyë për nxitimi herë lartësia. Lartësinë me lartësinë e thjeshtojmë, nxitimin me nxitim e thjeshtojmë, për këtu themi rrjedh, masa e trupit është e barabartë me energjinë potenciale fyë për nxitimin herë lartësinë. Kjo është formula me të cilën llogaritëm masën e trupit, por do ta vërtetojmë para se ta përdorim këtë formulë. Prandaj, do ta vërtetojmë njësia ndërkombëtare e kësaj formule do të del kilogram, sepse formula është e masës. Njësia ndërkombëtare e energjisë potenciale joule. Njësia ndërkombëtare e nxitimit të trupit është metër për sekond katror dhe njësia ndërkombëtare e lartësisë është metër. Këtë mund ta shkruajmë, joulin mund ta shndrojmë në newton herë metër, ashtu siç e vërtetuam më lart, kur tham se newton herë metër është joule, pra këtu në vend jouli mund të shkruajmë newton herë metër, fyë për metër për sekond katror herë metër. Metër me metër me njëherë mund ta thjeshtojmë, barazi. Po newtonin mund ta shkruajmë si kilogram herë metër për sekond katror. Kilogram herë metër fyë për sekond katror, fyë për metër fyë për sekond katror, metër për sekond katror me metër për sekond katror e thjeshtojmë dhe këtu mbetet një vlerë ne, kilogram fyë për ne është kilogram. Pra vërtetuam se njësia ndërkombëtare kilogram që është njësi ndërkombëtare e masës. Meqense formula qenë ka mirë, atëherë do të zëvendësojmë dhe tani me plot të drejtë e përdorim formulën e masës, energjia potenciale fyë për nxitimi herë lartësia. Energjia potenciale është 140 joule apo gjula. Nxitimi i rëndësisë së tokës këtu nuk është dhënë. Meqense nuk është dhënë nxitimi i rëndësisë së tokës, atë mund ta llogaritëm që është 9.81, që parapërsisht themi se është 10 metra për sekond katror, herë lartësia është 7 metra, barazi. Këtu mundem me një zero me njëherë ta thjeshtojmë dhe 14 fyë për 7 është 2, joule fyë për metër fyë për sekond katror herë metër, ja ku kemi këtu, joule fyë për metër fyë për sekond katror herë metër, na doli sa është kilogram. Për të mos i përsërit të gjitha këto veprime që i tham pak më larg, kemi drejt ta shkruajmë drejt për së drejti kilogram. Prandaj përfundojmë se masa e trupit, i cili është në lartësi 7 metra,
energji potenciale 140 gjaula, pas ka masën 2 kg. Pra masa e trupit është 2 kg. Në çfarë lartësie duhet ngritur trupin me peshë 12 Newton për të qenë energjia e tij potenciale 240 gjaula? Të dhënat janë pesha e trupit 12 Newton, energjia potenciale 240 gjaula. Kërkohet lartësia. Ne kemi mësuar se energjia potenciale është e barabartë me prodhimin e masës, nxittimit rëndësisë së tokës dhe lartësisë, po gjithashtu kemi thënë se energjia potenciale mund të shkruhet edhe si prodhim i peshës së trupit dhe lartësisë së tij. Do ta vërtetojmë këtë formulë me qenë se këtë do ta përdorim. Njësia e peshës së trupit Newton, njësia e lartësisë metër, Newton herë metër është gjaul. Nga kjo formulë ne do të gjejmë formulën e lartësisë dhe për të gjetur formulën e lartësisë na pengon pesha e trupit, prandaj pesha këtu shëmzon, ne do të pjestojmë të dy anët e barazimit. Energjia potenciale pjesëtupër ose thyepër G është e barabartë me G herë H thyepër G. G me G thjeshtohet, nga rrjedhse lartësia është e barabartë me energjinë potenciale thyepër peshën e trupit. Njësia ndërkombëtare në këtë rast do të del metër, për shkak se formula është e lartësisë dhe njësia ndërkombëtare e lartësisë është metër. Energjia potenciale njësinë e ka gjaul, ndërkaq pesha e ka njësi Newton. Gjauli thamë është prodhim i Newtonit dhe metrit, thyepër Newton, Newton me Newton thjeshtohet, tu ka mbet një vlerë ne, metër thyepër ne, metër, me të cilin vërtetuam se njësia ndërkombëtare metër është për lartësi. Atëherë përdorim këtë formulë, lartësia e barabartë me energjia potenciale thyepër peshën e trupit. Energjinë potenciale të kthejmë të dhënat e kemi 240 gjaula, ndërkaq peshën e trupit e kemi 12 Newtona. 24 thyepër 12 është 2, edhe një 0 e shtojmë 20, gjaul thyepër Newton e pomë se është metër. Pra, në lartësinë 20 metra, trupi me peshë 12 Newton ka energji potenciale 240 gjaula. Një trup me masë 4 kg gjendet në lartësinë 20 metra. Ku gjendet trupi nëse energjia potenciale e tij është 786.4 gjaula? Të dhënat e kësaj detyre janë lartësia 20 metra, energjia potenciale 786.4 gjaula dhe masa e trupit 4 kg. Nga ne kërkohet të dimë ku gjendet trupi. Për të ditë ku gjendet trupi, do të llogaritim nxitimin e rëndësisë së tokës. Të dhënat janë në njësi ndërkombëtare, metri njësi ndërkombëtare e lartësisë, gjauli njësi ndërkombëtare e energjisë potenciale dhe kilogrami njësi ndërkombëtare e masës. Ne dimë se formula e energjisë potenciale është masa herë nxitimi i rëndësisë së tokës herë lartësia, dhe kur e kemi vërtetuar këtë formulë njësia ka dalë gjoul, njësia ndërkombëtare e masës është kilogrami, njësia ndërkombëtare e nxitimit është metër për sekond katror dhe njësia ndërkombëtare e lartësisë është metër. Kilogram herë metër për sekond katror është Newton, e Newton herë metër është gjaul. Po me këtë formulë ne llogaritëm energjinë potenciale, ndërkaq këtu kemi
të gjejmë nxitimin e rëndësisë së tokës për të ditë se në cilën pikë të tokës gjendet ky trup prej 4 kilogramëve në lartësi 20 metra që ka energji potenciale 786,4 gjaula. Prandaj, nga formula e energjisë potenciale, masa here nxitimi here lartësia, ne do të gjejmë formulën e nxitimit. Për të gjetur formulën e nxitimit na bën nga masa dhe lartësia, ne mundemi që drejt për së drejti të pjestojmë me masë dhe lartësi. Prandaj, energjia potenciale hyrë masën here lartësinë, për arsye se është pjesëtuar, është e barabartë me masën here nxitimin here lartësinë hyrë masën dhe lartësinë. Lartësia me lartësinë thjeshtohet, sikurse edhe masa me masën që thjeshtohen. Tu ka met G, nxitimi, fyr për një vlerë një, nxitim fyr për një është nxitimi, i barabartë me në anën tjetër kemi energjinë potenciale fyr për masën dhe lartësinë. Kur të vërtetojmë këtë formulë, njësia duhet të dalë metër për sekond në katror. Prandaj të provojmë. Nxitimi është energjia potenciale fyr për masën dhe lartësinë. Njësia ndërkombëtare energjisë potenciale është gjauli, njësia ndërkombëtare masës kilogrami, njësia ndërkombëtare e lartësisë është metri. Gjauli është newton herë metër, fyr për kilogram herë metër, metër me metër thjeshtohet, po dhe newtoni mund të shkruhet si kilogram herë metër fyr për sekond katror, fyr për kilogram, kilogram me kilogram thjeshtohet, mbetet 1 metër fyr për sekond katror, fyr për 1 është metër për sekond në katror, që metri për sekond katror është njësi e nxitimit. Me qenë se vërtetuam se formula është mirë, atëherë do të përdorim këtë formulë. Shkruajmë edhe një herë formulën të cilën e vërtetuam për nxitimin e rëndësisë së tokës, masa here lartësia, të kthehemi të dhënat. Energjia potenciale 786,4 gjaula. Shkruajmë pra 786,4 gjaula. Masën 4 kg, masa 4 kg dhe lartësia ishte 20 metra here 20 metra. Këtu tani shkruajmë edhe një herë 786,4, njësin mund të shkruajmë newton herë metër, që thamë është gjaul, 4 herë 20 është 80, kilogram herë metër, metër me metër thamë mund të thjeshtojmë, dhe tani do të pjestojmë 786,4 me 80. Pasi të pjestojmë 786,4 me 80, rezultati do t'jetë 9,83 dhe newton fyr për kilogram, gjetëm se është metër për sekond në katror. Metër për sekond në katror dhe vlerën për 9,83 metra për sekond katror, trupi do ta ketë nxitimin në pole. Pra, në pole dhe përfundojmë se trupi me masë 4 kg që ka energji potenciale 786,4 gjaulave, nëse gjendet në lartësi 20 metra, është në pole.